Gjykata e posaçme ka dënuar me 4 vite burg e 5 vite ndalim të ushtrimit të funksioneve publike ish sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit Alqi Bllaku për inceneratorin e Tiranës. SPA kërkoi 5 vite heqje lirie çka do mbante ende për rreth 10 muaj në qelit pa ndeurin, por GKK vendosi të dënojë me 4 vite, ndërsa Bllaku përfitoi zbritjen e 1/3 për shkak të gjykimit të shkurtuar, duke u dënuar përfundimisht me 2 vite e 8 muaj burg. Pas një seance maraton, trupës gjykuese të kryesuar nga Rudina Palloi u deshën rreth 9 orë të shpall vendimin e fajsisë për korrupsion pasiv me akuzën se ish zyrtari përfitoi 119.000 euro e 7 milion lek nga bosët e inceneratorëve. Sipas avokatëve, klienti i tyre do të lirohet nga qelia sapo të përllogaritet koha e paraburgimit. Ish deputeti socialist mbajti qendrim mohues për akuzat para se të jepej vendimi, duke kërkuar pafajësi. Sekretari i përgjithshëm ka 0 rol në përcaktimin e kontratës së koncesionit. Këtë të drejtë e kanë vetëm anëtarët e këtij koncezioni. Korrupsioni pasiv është ngritur ndaj meje pa u bërë asnjë analizë. Flodian Zoto ka pasur marrëdhënie të drejtë me anëtarët dhe kryetarët e komisionit. Kur është kryer vlerësimi i ofertave, shpallja dhe fituesi i koncesionit, unë nuk kam qenë fare në detyrë si sekretari i përgjithshëm. Nuk ka pasur as urdhër të ministrit për sekretarin për mbikëqyrjen e projektit. Sa i takon punësimit të zotit Bezhani pranë kompanisë së Flodian Zotos në nëntor, kur filloi punë, nuk kishte lidhur kontrata me inceneratorin e Elbasanit dhe as kontrata me inceneratorin e Fierit. Gjatë shërtimi gjyqësor, prokurori Dritan Prençi pranoi se gjykata e Durrësit e ka liruar me kusht për inceneratorin e Elbasanit, teksa Bllakos më herët sipas mbrojtjes i është shuar masa e arrestit me burg edhe për inceneratorin e Fierit, pasi ju rikualifikua vepra penale. Alqi Bllaku u rigjykua në shkallën e parë të Tiranës pas vendimit të apelit që konstatoi shkelje procedurale. Për këtë çështje fillimisht ishte dënuar me 4 vite burg, dënimi i cili zbritej në 2.8 për shkak të gjykimit të shkurtuar për veprën penale të korrupsionit pasiv. Ish ligjvënësi socialist është dënuar për inceneratorin e Elbasanit për shpërdorim detyre me 4 vite burg, që i zbriti për shkak të gjykimit të shkurtuar në 2.8 vite. Ai është dënuar edhe për Fierin përfundimisht me 2 vite 8 muaj burg për korrupsion në bashkëpunim dhe shpërdorim detyre, por që çështja u rikthye në apelin e posaçëm pasi ky vendim u prish nga gjykata e lartë. Alqi Bllaku mbahej në burg me një lirim të përkohshëm 1 mujor prej marsit të vitit 2023.